Në momentin që vendosin të zgjedhin një aktivitet fizik për fëmijën, a e ndihmon aktiviteti fizik fëmijët që janë të mbyllur, më pak social, që ata në një që të zgjerojnë atë pjesën e socializimit, pjesën e bashkëpunimit, ndihmon me vërtet aktiviteti fizik? Sigurisht që ndihmon. Dhe duke u nisur nga shumë eksperienca që kam, sporti kolektiv është një zgjidhje shumë e mirë. Sidomos për fëmijë që janë të mbyllur ose më pak aktiv. Duke u marrë me sport, rritet produktiviteti, bashkëpunimi, miqësi të reja, komunikimi. Biles ka edhe një gjë të bukur në gjimnastik, se për shembull një fëmijë që arrin të bëjë një ushtrim, në një moment që shikon që shoku nuk e bën dot ose shoqja nuk e bën dot, tenton edhe për ta ndihmuar ose me atë mënyrë, shiko se unë e bëra kështu, mund ta bësh edhe ti, provoje edhe ti.